Veprat e Apostujve kapitulli 6, vargjet 1 deri në 7. Thot, por në atë ditë, duke u shumuar numri i dishepujve, u bë një murmuritje nga ana e helenistëve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po liheshin pas dore në shërbesin e përditshme. Atëherë të 12-tët, pasi mblodhen numrin e madh të dishepujve, thanë: nuk është mirë për ne të lëmë fjalën e Perëndisë për të shërbyer në përtryese. Prandaj vëllezër, kërkoni midis jush 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi, të cilët do të vendosim në këtë detyrë, kurse ne do të qëndrojmë duke i kushtuar lutjes dhe shërbesit së fjalës. Ky propozim i pëlqeu gjithë shumicës dhe zgjodhen Stefanin, një burr plot besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën, një proselyt nga Antiokia. I paraqiten pastaj përpara apostujve, të cilët mbasi u lutën, munduar mbi ta, ndërkaq fjala e Perëndisë u përhapej dhe numri i dishepujve shtoi në Jeruzalem dhe një numër i madh prifëtrinjësh i bindej besimit. E dim shumë mirë që kisha po rritej shumë më të madhe. Prej kapitullit 1 deri në kapitullin 5, po rritje më të madhe, sepse apostujt po ndalnin lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Kisha qenë nga ngritja e Jezusit me ardhin e frymës shenjtë, ishte duke pasur një zgjim të madh shpirtëror, një hapje të zemrat njerëzve për Krishtin. Bashkësia rritej përballë gjitha sulmeve që ishin, po ashtu, sulmeve të djallit. Edhe ishin disa mënyra që djalli përdorte për sulmu kishën për mos me urrit. E dim shumë mirë cilat ishin ato, që i kemi folë javë të kaluara. Për ndjekjet ishte e para, refuzimet, kundërshtimet, arrestimet, kërcënimet, që të mos flasin mata në emër të Jezusit. Po çka ndodhte? Sa më shumë që dishepujt apostujt ballafaqoheshin me këto, më shumë rriti kisha e Perëndisë. Shumë, edhe mira njerëz i hapnin zemrat e tyre për Ungjillin. Edhe mrekullit ndodhin gjithë kohën. Përveç sulmeve që djalli në fakt i përdori, që i përmendëm më herët, kishte ndodhur diçka tjetër. Tash djalli po e sheh që nuk po mundet me ndal punën e Perëndisë, që nuk po mundet me ndal dishepujt me ndal lajmin e mirë, që Perëndia po punon në mënyrë të madhe, të mrekullueshme, ku mira njerëz brenda ditës po besonin Jezus Krishtin. Edhe në kapitullin 5 shohim që gati ditët e mira të bashkësisë po përfundojnë. Po fillojnë dridhjet, po fillojnë problemet. Edhe djalli përdor një metodë drejtë për me ndalë punën e Perëndisë. E kjo metodë ishte korruptimi i 2 individëve që kemi folë javën e kaluar, në kapitullin 5, Anania dhe Safira, edhe çka kishin bërë ata, mëkatin e tyre, ku Perëndia i kishte disiplinuar ata në mënyrë shumë të vështirë, shumë të ashpër. 2 veta vdesin përpara gjithë njerëzve brenda në bashkësi aty, për shkak se i kishin zemrat e korruptuara. Edhe kjo është për metodë që djalli përdori për të ndalë punën e Perëndisë. Por përballë kësaj, Ungjilli vetëm po përhapej më shumë. Tash në kapitullin 6 do të shohim një tjetër problem, një çështje tjetër që do të ngritet. Edhe ai kujtohet Jezusi kur është të ndu nga djalli. Ai kujtohet se sa herë djalli të ndon. Sa herë i thot nëse më adhuron mua, unë ta gur i kthej në çka? Buk apo? Mas sa ditëve që Jezusi ishte pa ushqim, sa të nduese. Nëse më adhuron mua, thot, kur e vendos për mbi tempull atje, nëse më adhuron mua, gjithë kjo botë është e jotja. Gjithë këto pasuri janë tua. Djalli që nga krijimi deri sot, gjithmonë ka provuar me ndal punën e Perëndisë në mënyra të ndryshme. Mirë, po gjithmonë Perëndia ka dalë fitimtar. Tash shohim se ka sulme të ndryshme. Edhe në kapitullin 6 shohim diçka që është e pazakon deri më tash. Edhe djalli përdor një metodë tjetër për me dëmtu kishën, për me dëmtu punën e Perëndisë, për me dëmtu ata që Zoti ishte duke bërë. Edhe tash ai përdor besimtarët kundër besimtarëve. Kjo ishte pra diçka që ndodhi në këtë kohë. Kjo është e shohim në kapitullin 6. Thot në vargun 1 duke u shumuar numri i dishepujve, mira njerëz po vinin te Krishti. Atëherë thot ndodhi diçka. U bën një murmuritje, një zhurmë, një ankesë e helenistëve kundër hebrejve. Hebrejt pra ishin judejt
nga pjesa judeje në fakt, të cilët e kishin përqafu atë kulturën hebreje dhe ishin edhe helenistët ishin hebrejt që kishin përqafu kulturën greke. Edhe në pjesë ishin shpërndarë në pjesë tjera të perandorisë romake. Por të dy palët ishin ndjekës të Jezus Krishtit. Në atë kohë hebrejt kanë pas kujdesin për të vejat, edhe njerëzit që kanë shërbyer në tempull, kujdesin e të vejave kanë pasi diçka shumë të rëndësishme. Edhe kanë bënë një punë shumë të mirë në atë aspekt, sepse nuk ka pas kush tjetër me u kujdes për to. Edhe kështu që ata i kanë shërbyer aty, i kanë ndihmuar aty. Por thotë që vejushat e helenistëve po lishin masdore, nuk po kujdeseshin. Në vargun 2 apostujt e shohin nevojën e helenistëve, edhe i përgjigjen atyre. Mbasi më lodhën të 12, nuk është mirë thanë të lajmë fjalën e Perëndisë për të shërbyer nëpër tryeza. Shërbimi në tryeza nuk ka qenë vetëm kujdesa për të vejat, por ka qenë diçka tjetër më shumë se aq. Ka qenë një punë administrative, një punë praktike që është dashur të bëj. Që në atë kohë mbledhshin të hollat, pare nga gjithë ndjekësit tjerë, njerëz që besojnë Jezusin, dishepujt, edhe jepnin atyre që kishin nevojë. Edhe kështu që apostujt thonë pasi që mbledhën thanë që nuk është mirë që na më lën fjalën Perëndisë edhe me bën këtë punë. Apostujt nuk i thanë atyre që u ankunë. Ju jeni njerëz të neveritshëm. Ju jeni njerëz, na nuk dojmë ndaj juve. Ju veç po ankoheni. Na leni neve ta bëjmë punën Perëndisë dhe dilni jashtë largoni. Okej. Do të ndëgjojmë juve, do të ndëgjojmë për nevojën që ju e keni, edhe do të bëjmë ashtu që do të. Prandaj në vargun 3 thotë vëllezër kërkoni midis ju 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urësi të cilët do të vendosim në këtë detyrë. Në vargun 2 thotë nuk është e mirë ne të lëmë fjalën Perëndisë e të shërbejmë tryeza. Në momentin kur e lexon dogo diçka të çuditshme, sepse thosh, wow, apostujt kanë menuar për vetë shumë lart. Kanë menuar sigurisht se njerëz që vishin tesha komplete të mira, edhe dalin dhe veç folin këtu përpara njerëzve. Nuk kanë menduar apostujt ashtu. Nuk kanë menuar për vete më anë se sa për tjerë, por ata kanë menuar që me kanë besnik ndaj thirrjes që Perëndia kishte për ta. E thirrja që Perëndia kishte vendosur në mënyrë të veçantë për ta ishte predikimi i fjalës, ndarja e ungjillit. Edhe ata thonë që na nuk mujmë i bë krejt punë vet. Po patjetër që na dojmë me shërby. Patjetër që na kemi çfarë me bë gjëra praktike. Por nëse kuptojmë kohën që ka ndodhur gjithë ato gjëra atëherë, ka një flakë e madhe, një zjarr i frymës Perëndisë që askush nuk mund të më rezistuar. Edhe paramendari mira njerëz me ardhë të ditë në besim. E 12 apostoj, cilët e kishin punën 24 orë me shërby aty në mira njerëzve. Nuk kishte njerëz tjerë që me bë këtë punë. Ata ishin pajisën edhe dhënën për me bë këtë punë. Me shërby njerëzve fjalën e Perëndisë. Edhe ata donin që dikush tjetër me bë gjëra praktike. Ata thoshin që ne si pastor me një fjalë nuk mund me bë gjithçka. Edhe sot një pastor nuk mundet me bë gjithçka. Një pastor nuk mundet me kryej çdo punë, fjalën edhe çdo punë tjetër. Edhe ata thanë mirë, ne kuptojmë ankesën e juaj. Ne kuptojmë nevojën e juaj. Që ju po ndiheni që ju kemi lënë anash dhe jushat e juaja. Atëherë do të bëjmë diçka. Por na fali se ne nuk mujmë me ndal ata, nuk mujmë me thonë jo thirrjes përse ne jemi mas fare. Por do të bëjmë diçka se do t'i ndihmojmë juve në nevojat e juaja. Sa të kërkonin mesin e juaj thot 7 burra me dëshmi të mirë. Në vargun e 3 kallëzon se apostujt bën mënyrën e duhur për me zgjedhë këtë problem. Ata i folën turmës që ishin mbledhur atë. Edhe i thanë ju gjani 7 burra me 3 kritere shumë të rëndësishme. Në mesin e juaj. Nuk thanë që ne do t'i gjajmë ata. Ju do t'i gjani 7 burra, të cilat do të kujdesen për këto gjëra praktike, të cilat do të kujdesen për këto gjëra administrative që duhen mendohet. E ne do të vazhdojmë me punën që kemi. Apostujt do vi herë, të ta shërtësojmë, apostujt nuk thanë që puna shpirtërore është e jone që përbëjmë është ma mirë edhe ne jemi ma të mirë se sa çdo kush tjetër. Sepse unë besoj që puna shpirtërore, ose predikimi i fjalës, ose ndarja e fjalës Perëndisë shkon dorë me dorë, me anën praktike. Edhe asnjëna nuk mundet me ndodh veç pa tjetrën. Edhe nuk mund me thonë që unë tash si pastor kur predikoj, kjo punë është më e mirë edhe
veç kjo është shpirtërore, ndërsa ajo atje jashtë ndalë me shërby dikujt që ka nevojë nuk vlen, ose nuk është as e rëndësishme. Është më mirë se ajo që ose është vetëm kjo është shpirtërore edhe ndihmesa e atij që ka nevojë nuk është. Edhe ajo është shpirtërore, edhe ajo është shumë shpirtërore, sepse na nuk mujmë me i bë një të mirë askujt, nëse nuk jemi të frekur nga fryma e shenjtë. Nëse nuk e kemi pranuar hirin e Zotit, edhe nëse nuk e kuptojmë sa rëndësishme është që e kemi pranuar atë hir, edhe aq shumë bekimi që kemi pranuar nga ai, atëherë nuk do të jemi në gjendje me beku edhe dikant tjetër. Nuk do të jemi. Pra ana shpirtërore edhe materiale janë të dyja të rëndësishme, ose praktike. Por apostujt nuk mundin me bë dyja bashkë. Edhe nuk është as pak gabim që ata nuk ishin në gjendje me krye edhe anën tjetër, administrative. Ishte fillimi i bashkësisë. Të donin me rregullu një bashkësi që kishte rregull, edhe rregulla të mira, që do të funksiononte mirë. Edhe në atë mënyrë këto e shohim edhe titullin e kapitullit 6, caktimi i djakëve, zgjedhja e udhëhecëve. Dhe thot apostujt i thonë helenisëve, ju Gjani 7 me këto kritere. Thot me e para thot dëshmi të mirë, mbushur me frymën e shenjtë, me urtësi. Sa rëndësishme është dëshmia jonë kur i shërbejmë Perëndis. Jezus ka thonë, njerëzit do të njohin juve që jeni dishepull të mi nga dashuria që keni për njëri tjetrin. Edhe shumë pali flet në dhjetën e re për dëshminë e mirë të një besimtari të krishterë. Ne jemi quajtur po ashtu në Bibël dritat e Perëndis. Apo japim dritën njerëzit që kanë nevojë. A është jeta jonë dëshmi që Perëndia është në jetën tonë? Nuk mujmë me thënë njerëzve, nuk mujmë me kanë ata që do thojmë, po, unë du me kanë shërbej, du me shërbej Zotit, kur dëshmia jonë është me të vërtetën e vërtetshme. Kur dëshmia jonë është kundërshtim plot me fjalën e Perëndis. Kur gjithë jashtë dinë sa të mërshëm jemi. Dëshmia jonë do të me reflektu Perëndin, jo mëkatin. Në momentin që dëshmia jonë reflekton Perëndin, atëherë ne është e përmbushur kriterin e parë që përmendet këto. Mbushur thot me frymën e shenjtë. Çish me ditë që dikush është i mbushur me frymën e shenjtë? A keni menuar një herë çish me ditë që unë ose ti jemi të mbushur me frymën e shenjtë? Nëse e merr një gotë xhamit, je mbush me ujë ose lang, e sheh që ka, e sheh shihet, në çdo pjesë shihet që e ke mbushur me diçka. Por neve si qenie njerëzore a mbushëm na me një lloj lango, ose çfarë mënyre unë e di që jam mbushur me frymën e shenjtë. Pali përmend frytet e frymës. Edhe ne e dim që jemi të mbushur me frymën e shenjtë kur jeta jonë jep fryte. Kur ne kemi frytet e frymës. Nuk ka nevojë dikush me të pyet ty ai apo si e mbushur me frymën e shenjtë. Është e nevojshme vetëm të pa ty, vetëm me pa jetën tënde, jetën tënde. Edhe me vërtetu a jemi të mbushur apo jo me frymën e shenjtë. E cilat janë frytet e frymës, lexoni në dhjetën e re Gjani, edhe e dini shumë mirë. Por kjo është një temë që do të flasim kur vim atëherë. Po unë personalisht kanë herë bëhem shumë nervoz. Jo me veten tam, po me shumë njerëz që thojnë janë të krishterë. Po në fakt jeta e tyre reflekton krejt diçka tjetër. Dikush mundet me thonë po ti po i gjykon njerëzit. Absolut jo. Vetëm po e vlerësoj çfarë është jetën e tyre. Sepse nëse dikush vazhdimisht bën gjëra të këqija jashtë, shkon nëpër vende të këqija, bën gjëra të nevojshme, flet keq për njëri tjetrin, bën tash e thonë, vjedh, mashtron, ku ka frytet e frymës aty? Nuk ka asnjë, unë nuk e shoh. Atëherë kjo me të vërtet është për me u kontrollu jetën tonë, me këshirë me thonë, për mënyrë të veçantë për ata që shërbejnë, por edhe për ata tjerë që dojnë me shërby, por edhe për ata tjerë që nuk janë të shërbëj Zotit hiç, është e rëndësishme që jeta jonë me dhënë frytet e mira. Apostujt pra kërkojnë njerëz me këto 3 gjëra, që të ishin në gjendje me shërby të vejave, por edhe me bë më shumë punë praktike. Me dëshmi të mirë, mbushur me frymën e shenjtë, edhe me urtësi. Në vargjet 5 deri në 7, por 5 deri në 7 për të lexuar vargun 4, thotë kushtet ne do të qëndrojmë duke i kushtuar lutjes dhe shërbesës së fjalës. Për shembull edhe herë, apostujt janë të vendosur, kanë vendosur që me ndjek thirrjen e Perëndis, me u lut edhe me shërby
njerëz me fjalën e Perëndisë. Dikush prej neve jemi të thirrur me baçat punë. Dikush prej neve jemi të thirrur me veç me shërby njerëz me fjalën e Perëndisë. Por asnjëherë mos më thonë që na nuk jemi denjt me bë edhe punë praktike. Edhe na duhet me pastru bashkësinë. Edhe na duhet me shku me dhënë dikujt një fasmill. Edhe na duhet me dalë me pastru qytetin. Edhe na duhet me ndihmu atij që ka nevojë. Por secili prej neve ka thirrjen e veçantë. Edhe asnjëherë të mos e ngatrojmë që shërbesa shpirtërore ose shërbesa e fjalës. Dhe shërbesa e fjalës nuk është patjetër gjithmonë vetëm ajo shpirtërore, por edhe ndihma dikujt. Edhe me ndihmu të vejave, edhe me ndihmu jetimve, edhe me ndihmu atyre që ka nevojë. Edhe kemi diskutuar një ditë me dikan që është këtu i pranishëm, se çu shohin njerëzit punën kur ti shkojnë në vende ndryshme, në familje ndryshme, edhe sjell gëzim me një ndihmë që ti ja jep atyre. Disa njerëz ndoshta shpesh e shohin, po kjo nuk është shumë shpirtërore. Shpirtërore është kur ti del përpara këtyre njerëzve dhe vërtet edhe fol për Biblën. Por unë mendoj që më shumë njerëz do ta shohin edhe do ta njohin Perëndin me anë të veprave tona, me anë të punëve tona praktike që do i bëjmë. Sepse në çet vend, që qytetin tonë ku jem sot, askush tjetër nuk është duke bërë diçka për nevojtarët. Askush tjetër nuk shkon të dera dikujt me trokit dhe me ndihmë, përveç kishës që është, përveç atyre që janë duke shërbyer Zotit. Kjo është thirrja jonë, kjo është puna jonë. Jo vetëm fjalën, por edhe anën praktike. E maj mend një vetë kur jam shkuar në Prishtinë, me dashok prej jashtë, prej shtetit të jashtëm. Edhe ata lëpshin që gjithë shyeshin patjetër, veç me lut me një familje, veç me fol, me bën një studim biblik, edhe kur shkuam aty, ata kishin pas shumë fëmijë të vogël, kushtet në ekstrem të këqija, shumë kushte të këqija, ftoftë, edhe pa hangër bukë për gati shumë ditë. Shumë keq. Çika 2 çika 3-ja, 14 vjeç që kishin lind, kishin pas një fatkeqësi, do kanë bën diçka dhe kanë lind fëmijë as 3-ja. Njerëzit kanë abuzuar, kanë bën fëmijë shumë 3-ja. Edhe kur shkum në atje me pas familjen ato kushte, temrat dhëm kë. E ata misionar ose më thon misionar ose çka dush, do ishin që vetëm me bani studim edhe veç me fol. Edhe unë edhe shoku jam që ishim bashkë, kishim shumë problem me përkthy për ta dhe me ndihmu këtyre. Se këta njerëz kishin nevojë për bukë. Këta njerëz mos po kishin nevojë për bukë, kishin hangër bukë. Por çajo, ata nuk kishin nevojë veç për fjalën e Perëndisë. E di që shumë njerëz ndoshta dalin edhe më thonë mua që kjo është gabim çka po thosh në këtë moment. Po unë besoj që njerëzit kanë nevojë të dyja. Nëse ata janë të rritur, jepja bukën edhe fjalën e Perëndisë. Patjetër. Po me një stomak pa bukë hiç. Zbraj, ai nuk ishte në gjendje me të nguty, me fëmijë që s'kishin as tesha me vesh, s'kishin ata as wishin me u koncentru me të nguty. Unë besoj që detyra jonë si kish është që kur ti shërbejmë njerëzve, është të shërbejmë me dyjat, me fjalën, por edhe me anën materiale. E në atë mënyrë njerëzit do ta shohin Perëndin. Në atë mënyrë njerëzit do ta dinë që janë dashur. Unë vetë sa jam martuar s'ka shumë. Gjevin ndoshta gjeve di shumë më mirë, po nuk mundesh me i thonë gruas tane që du, edhe anën tjetër as edhe një vepër të mirë me bën. Veprat ato çka bën ti për to e kallzojnë që ti e don. Vetëm fjalët nuk mjaftojnë. Kështu që apostujt duke vepruar sipas drejtimit që fryma e shenjtë i jep, thanë që ne dojmë edhe më shumë njerëz me punë shërbim. Na do të predikojmë fjalën, ata do të mirën me ana të tjera për ta. Së bashku do të shërbejmë Perëndin. Edhe çashtu ndodhi. Helenistët i zgjedhën 7 veta, 7 burra me dëshmi të mirë. Nëse vrejnë këshirni vargun 5, unë e kohëve të fundit të konvrejt që këta ishin krejt grek, me emrat grek në fakt. Kishin emrat grek. Apostujt i ndëgjun ankesën e helenistëve dhe i përgjigjen nevojës tyre. Mirë po dhe pse helenistët i nominuan në një mënyrë 7 burra, atëherë apostujt ishin ata që vendosën dorën e tyre dhe u lutën për ta. Na duhet me pa që me i shërby Zotit në mënyra praktike dhe të vogla, të shohim si bekim, edhe jo me pas diçka më pak shpirtërore. Nëse e dini mirë, një shembull i mirë i kësaj është Jezusi.
Në Gjonin 13, kur ai ka lë kam të dishepujve. Por gati ka fundit, le të shohim 3 gjëra shumë të rëndësishme, edhe më mirë të vazhdojmë javën e ardhshme për Stefanin dhe dëshminë e tij. Por le të shohim 3 gjëra shumë të rëndësishme se si ka rrjedhë gjithë kjo ngjarje, edhe se si të gjitha palët kanë bërë punën e tyre në mënyrë shumë biblike. E që të njëjtën kohë është një mësim shumë i rëndësishëm për neve sot. E para, helenistët të cilët e kishin një ankesë, e sollën përpara apostujve, i treguan apostujve nevojat e tyre, edhe i besun që apostujt do të bënin një zgjidhje për ta. Masanej hebrejët bën po ashtu dhe ata gjën e duhur, edhe pranuan që ata që helenistët kishin një ankesë të arsyeshme, edhe i besun që apostujt do ta zgjidhin ta. Edhe 7 burrat e zgjedhur e pranuan detyrën e tyre si një bekim për me shërby Perëndis në tryeza, me shërbim tryeza pa u anku. Edhe në fund apostujt bën gjën e dur, pa u pengu hiç në detyrën e tyre shumë të rëndësishme që kishin me prediku fjalën. A përshini se sa mirë kanë zgjedhur apostujt këtë problem. Edhe se sa mësim i mirë është edhe për neve, sepse nëse ka diçka në bashkësi që nuk është në rregull, nëse ka diçka që nuk thejtësit bashkësisë nuk është në rregull, secili do të më ardhë dhe me i folë ato gjëra, me i thonë ankesat, në vend që me dalë jashtë, me u anku, me bë thashëthame, me kritiku, me gjyku, me fol keq, me shkatru, edhe me nda. Helenistët nuk e bën këta, që është një mësim me të vërtetë mrekullueshëm për neve. Ata patën një ankesë shumë drejtë, thollën përpara apostujve. Hebrejt po ashtu, dhe ata u sjellën shumë mirë, edhe 7 burrat e zgjedhur në detyrë i shërbin Perëndis, edhe në fundit fjala e Perëndis do vish predikohej më shumë vargu 7. Ndërkaq fjala e Perëndis u përhapej dhe numri i dishepujve shtohej fort në Jeruzalem. A peshe? Ky sulm i djallit kundër bashkësisë, duke e përdor besimtarin kundër besimtarit, nuk e shkatroi punën e Perëndis. Sepse apostujt bën gjën e duhur duke zgjedh problemin në mënyrë biblike. Nuk u nalen ata vazhduan me prediku fjalën e Perëndis. Ata vazhduan me shërby njerëzve me fjalën e Perëndis. Edhe gjetën një ndihmë të madhe tek 7 burrat që ishin aty. Po të ishim ndoshta na njerëz sot që jetojmë në këtë kohë, besimtarë, nëse ne do të ishim në atë kohë, ndoshta kjo është atë do të bënim na. Okej, na jena helenist, ju jeni hebrej, si bëjmë 2 bashkësi. Fedojmë bashkësinë, bëjmë 2 bashkësi. Smujna me kalu mirë me juve, të bëjmë 2 bashkësi. Që kjo është ndodhë sot e na. O nuk më pëlqen diçka prej teje, unë jam më mirë se ti, do të bëjmë bashkësi temë. Edhe çka ka ndodhur? Në vend se bashkësia me urrit, bashkësia pashkon duke u zvoglu. Sepse ndarja është mëkat. Është mëkat. Shkaktohet prej djallit, edhe atyne që i binden atij. Ndarja është mëkat. Edhe na mujmë me tha që kemi një të kalume si bashkësi. Jo është mirë. Me ndarje të shumta shumë herë. Pse s'po mësojmë na prej këtyre njerëz? Pse s'po mësojmë prej apostujve? Që me zgjedh problemet në mënyrën biblike. Që me ngu Zotin edhe me zgjedh problemet ashtu siç duhet. Nuk mundim tash vazhdimisht me shko duke u nda sepse kemi një mendim më ndryshe. Edhe anën tjetër, nëse është një problem nuk mundim me dalë vazhdimisht jashtë edhe me fol keq për bashkësi. Sepse unë besoj prej vitit 99 derisa në 2016 personalisht më fol. Ma shumë ka pas probleme prej besimtarëve kundër bashkësisë sa prej jo besimtarëve. Nuk unë pa shumë prej jo besimtarëve, prej veç mrena. Edhe këtë është në rregull, ne jemi njerëz mëkatare, ajo është e kuptueshme, por duhem me kuptu se çysh me i zgjidh problem. Apostujt ishin ata që me të vërtetë bënin punë të mëshëm, sepse ngun 2 palë, edhe i dhanë 2 palë mundësi me kry pjesën e tyre, me bë pjesën e tyre. Dhe vetë personalisht nuk e mbajtën anën e asnjënës palë, por vazhduan misionin në thirrjen që ata. Kjo është për sot që vetëm me thonë, Zoti don që ju me shërbiatina, mundësinë që e keni, në kohën që e keni, edhe në mënyrën që ai ka thirrë juve. Por asnjëherë mos menojmë që me dalë përpara këtu edhe me bëni studim është më shpirtërore se sa me shku me trokin derën një nevojtare, një person që ka nevojë. Të dyat janë të rëndësishme.
të dyja të lidhen dhe shkojnë dorë për dorë. E në atë mënyrë lavdërohet Perëndia. Në atë mënyrë takohen nevojat e njerëzve, edhe shpirtërore, edhe fizike. Në fund të përthej, a e moni men jetën dhe historinë e Jezusit? A ka folë Jezusi veç prej fjalës? A e moni men sa njerëz i ka shëru? A ke pa që ka bollëq, ka pështy, ka bollëq, edhe ka qitë njerëz të tjerë? A fsha, e ka bë edhe anë në praktike, nuk ka folë veç hajtë shëro, por i ka bë të dyja. Edhe praktike, edhe shpirtërore, edhe të dyja kanë funksionu për lavdinë e Perëndisë, për shërimin e Atij. Amen.